Të nderuar zonja e zotëri, sot në podcastin e radhës kam nderin që t'jem me një aktor, ish aktor, regjizor, me njëri të artit të vërtet, siç e quaj unë, me zotin Kristaq Pilo. Po. Zoti Pilo, faleminderit që pranuat të ndajmë bashkë një bisedë të shkurtër rreth artit. Unë kam shumë pyetje, të cilat mendoj do jenë siç i mendon edhe publiku siç unë. Unë jam amator në art, ose mos them amator hiç fare se nuk e njoh artin. Por kohët e fundit arti, të paktën duke pasur një kryeministër i cili pretendon që është artist, mund të jetë artist, por në syt e publikut, në syt edhe të mjet si opozitar, ku unë mendoj që politika është më shumë esenciale se sa estetike. Duke pasur ose duke lexuar edhe nga historia botërore që njerëzit e artit kur futen në politikë bëjnë dëme të mëdha. Nuk përmend emra se një pjesë e shikuesve e çojnë mend vetëm, sidomos edhe pikturës. Ai që na prodhoi luftën më të madhe botërore u bën me pikturë, nuk u bë i famshëm pikturë, po u bë fam keq në politikë. Shpresojmë që kryeministri jonë mos tjetë del të shaktoj luftët e tilla botërore, por këtu në vendin tonë të vogël, po na shkakton probleme të mëdha kombëtare dhe politike. Gjithsesi unë bëra hyrjen time, një fjalë për veten tuaj, për personin tuaj. Kush është, se është bërë banali ka kush është Kristaq Pilo? Po. 2 fjalë për veten. Unë kam marrë artet për dramaturgji në 82-shin, u emërova në Elbasan aktor në teatrin Skampa, punova prej 10-12 vjetësh aktor, pastaj regjizor i këtij institucioni, dhe së fundmi në kohën e kryebashkiakut Turku, drejtori i teatrit Skampa. Edhe në 2007 pastaj kalova shefi medias edhe regjizori i Qendrës së Kulturës, Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes. Natyrisht ishim, këto janë përvoja dhe mbas kësaj pedagog ke artet i fjalës artistike në degën e regjisë. Ju në hyrjen tuaj u futët direkt në politikë. Çfarë thamë direkt? Direkt në politikë. Profesioni mu nuk më lejon që unë të merrem me politikën, por nëse politika e dëmton apo jo artin, këtu jam i detyruar përgjigjem sepse jam pjesë e tij. Në shumë vite, unë e kuptoj që një qeveri nuk e ka prioritet art. Kushdo qoftë ajo. Sepse aq më tepër në vendin ton fare të vogël që ka prioritete tjera më madhore. Por ajo që unë kërkoj është vëmendja e politikës ndaj artit. Edhe do ju them diçka që ka ardhur një moment sot ku ka me 10 kompani teatrore. Edhe këtu fus edhe sektorin e muzikës, këtu edhe të pikturës, galeritë personale që hapen, etj. Pra në tërësi arti, të cilët nuk gjejnë vendin e duhur ku të shprehen. Ato ngelen humorin e një drejtuesi apo një kryebashkiak. Ta jap sallën, s'ta jap sallën. Është një banalitet të ta thuash në 2025, por ky është një realitet. Pa jo ndërprer ose duhet ndërpres pak. Më ngacmoi diçka që ju thatë për artin edhe politikën. Në thënjet e Nietzsches, i cili ka atë tezën atë veprën e famshme që është kështu foli Zarathustra, sipas filozofëve gjerman Nietzsche nuk e mbajnë tipik filozof, e mbajnë interpretues. Dhe Nietzsche thotë, jo të vepra, por në përgjithësi që arti është një konsum për mbi njeriu, pra për njeriu shumë të lartë, shumë të arrirë. A mund të quhet, se kemë ngacmuar shumë dje, hapja e fushatës dhe nuk më besoni e them me sinqeritet, të Partisë Socialiste me vallëzimet, që për mua më janë dukur tragjike. Nuk ka lidhje të bëjë se është kundërshtar politik. Po ta bënte edhe PD-ja këtë gjë do ishte akoma më tragjike, se do më të forca ku mbë pjesë. Tani, është kjo art mos u fusni te pjesa me që si ndiheni ju më mirë. Këto, se ju jeni regjizor dhe merreni me skenën. Pra,
dhe duke pretenduar publiku, edhe në Shqipëri dhe jashtë, që kryeministri aktual e shet veten si njëri i artit. Ajo që pam ne dje, ku shkonin grupime dhe vallëzonin, fjala vallëzim kërcenin, nuk po flas për llojin e muzikës, nuk më përngjan me thënien e Nietzsches që do ta konsumojmë mbi njeriu, që ai nuk kupton njeriu shumë të arrirë nga ana fizike, por nga ana më shumë mentale, intelektuale. Si u duket kjo gjë? Arti në vetvete ka dimensionin e lirisë. Dhe si tillë, në qoftë se cënohet kjo, atëherë nuk ka më art. Dhe unë besoj që në shumë raste cënohen, qoftë edhe kjo dhe për propagandë që bëjnë forcat politike, të jemi realistë. Më tërhoqi vëmendjen kjo ajo hapja që thatë ju, një grup lab. Janë këngëtarë të mirë në vetvete. Unë i kam pas ato kur isha regjizori 100 vjetorit pavarësisë në Pallat Kongresit. Por më ngritën dhe mua një këngë në atë drekën e famshme që më shtruan, veç kur e dëgjoj emrin tim. Mbasi ato më pyetën disa herë çfarë ke në shtëpi, kë. Në bisede dhe unë isha shumë i lirshëm, nuk veç kur fillon këngën përmendën emrin tim. Më kujtu dikur në kohën e diktaturës që i këndoshin kudo që shkonte, i ndroshin emrin, vinin emrin e diktatorit. Edhe unë i them, si me shaka, thashë, më falë, po, në i këngë dashnie, kënoni ju, thashë unë që, po si orë, dhe, thashë, pa shi qikë si me spak, kjo, thashë, pra, kënoshin këngë dhe ndroshin emrat. Ate e ndjeva unë. Pra, kur fola për dimensionin e lirisë dhe më përmendët Nietzschen, ky është thelbi i artit, i letërsisë, i kulturës në përgjithësi. Se unë mund të them që interesat politike janë shumë të mëdha për ta kapur artin. Dhe kjo është që në kohën e Reaganit, kur donin të merrnin arti është instrumenti më i fortë politik. Është instrument. Arti është, për mua është politik komplet. U bë luftë e madhe kush të kapte Hollywoodin. Se ndërton perceptimin. Patjetër. Kështu që e rëndësishme është kush e man atë dimension lirie. Mirë, përse ne po e bëjmë shumë, duke hyrë në shumë terma, që orientojmë edhe shikuesit. Pra, siç në çdo fushë tjetër edhe në art, duhet të ketë një farë vlerësimi ose klasifikimi çfarë është banaliteti në art dhe çfarë është arti mirëfill. Pra, ajo që unë pash dje, në politikë mund të them që është banalitet. Por nëse do isha artist, do ta quaj më banalitet akoma. Si shijues, është kulmi i banalitetit. Pra, po ju them dhe po ju pyes. Për mua, njeriu është qenie politike. Nuk ka njeri që nuk është politik. Po. Për arti është kulmi i politikës, kështu e shohim. Sepse arti luan me emocionet, me ndjenjat e njerëzve, e individëve dhe të turmave. Këtë bën politika. Dhe nëse disa njerëz e kanë të lindur, kanë aftësinë që emocioni ta përcjellin më mirë dhe po i quaj këta në aktorët, dhe ata që i mbledhin këta në skenë po i quaj regjisorët, pra këta janë politikanë më të mirë. Dhe si mund ta lëri politika artin pa prekur? Por tani ne ka ardhur dikush nga bota e artit, se është fushë e madhe që mund të jetë piktura, dhe ne ka hyrë dhe po e shet veten që është aktor. Dhe ka bërë një kombinim arto-politik që për mua nuk është as politik, po as artistik. Ju si e shikoni këtë situatë politike dhe artistike pra arti në Shqipëri? Është në kaos? Si e shikoni? Unë kështu e shoh. Ju keni drejt të mendoni ashtu. Unë mendoj që arti në përgjithësi në Shqipëri tashmë, sidomos në këto vitet e fundit, është pak i vlerësuar. Dhe në të tilla raste kërkohet që të merren këngëtar, artist, me një kosto të lirë të cilët e shesin vetë. Pra, këtu nuk bëj fjalë për artin serioz, i cili thash në thelbin e tij ka dimensionin e lirisë. Ka edhe kategori të tilla. Këto janë përplasjet e kohës. Por unë po them politika në këtë rast ndërhyn jo në art, por
orienton se ku duhet shkoj. Dhe do t'ju jap një shembull shumë interesant. Unë isha një 10 ditë në regionin e Emilia Romanës për të pasur si funksionon arti atje. Domethënë u atashova pranë Emilia Romano Teatri, është një fondacion, i cili menaxhonte komplet regionin me shfaqje. Pra, atë ke ajo fundorja që themi publiku. Marrim kalojmë në Elbasan. Kaloj atje shpesh, nuk shoh as reklam, as gjë, teatri mbyllur. Edhe kur vjen i trup. Pra, jeta artistike në Elbasan është pothuajse zero. Po s'ka se si, se unë e argumentoj këtë. Marrim tu ekziston një teatr profesionist. Me sa di unë, kjo qendra e artit ka rreth 35 veta. Ka disa aktor bangomati, ka dhe janë 2-3 që rinë aty. Por po ta marrë mirë qenë, që ka 20, më falë, sa art do prodhosh për publikun. Pra, sa para shpenzohen për që nuk shkon në ditën më të mirë më shumë se 60 ditë. Po 10 muaj tjerë, ky publik çfarë bën? Po të marrë dhe 30 ditë të tjera të importuara nga kompanitë private, për ta mbajtur paksa gjallë. Po 9 muaj tjerë, çfarë bëhet? Pra, kaq tragjike që ka situata. Por nuk është vetëm në Elbasan, është në gjithë Shqipërinë. Flasim këtu. E njoh se shumë student mitë që kanë shkuar në përreth e këto dhe unë kam informacion në du. Pse ndodh kjo? Pikërisht këtë do të thoja. Është çështje një organizimi tjetër. Unë mendoj se jemi në organizimin e vjetër të para 90-s, me ca merremetime të vogla. Dhe i asfikson vullnetin e lirë të artistëve, që nuk gjejnë dot i shfaqje dhe nuk fillojnë dot as prova për bërë. Ky qytet i ka pas këto tradita dhe mu vjen keq domosdoshmë, sepse ka një shkollë muzike, sido që tjetë. Mos koordinimi i aktiviteteve të këtyre institucioneve për t'i futur këto nxënësit, të cilët kanë ëndra për të shkuar për të ardhur ke artet apo jashtë siç kanë shkuar, duhet i hypësh në skenë, bashkë me mësuesit e tyre. Së bashku me artistët profesionistë që kanë përvojën e tyre. Kjo bëhet shumë pak ose brenda një humorit të një kryetari bashkie. Unë nuk i jap këto lekë. Por në qoftë se nuk e krijon në praktikë këtë, atëherë për mua, domethënë, krijohet kjo lloj asfiksie që është sot. Kisha unë idenë kur isha drejtori i teatrit, bëja një bashkëpunim me Universitetin e Arteve, ku ishte në fund fare kur unë nika, që shfaqjet e studentëve, se nuk ishin këto black boxe 2 sallat që ka pas universitar, ti më jep që në Elbasan, se është distanca shumë e shkurtër. Pra, por ka përcjellë se mujtohet teatri. Prishja e teatrit kombëtar në Tiranë. Mos tregon një farë, kjo është një kapërcim momental jemi. Mos tregon një lloj ose çfarë tregon, më shpjegoni ju si njeri i artit. Si duket dhe çfarë tregon? Për këtë jam shprehur dhe në shtypin e kohës. Kam bërë 2 artikuj, për mua është e dhimbshme, jo thjesht për një identitet, por Tirana nuk e ka luksin që të prishësh një teatr dhe ta çosh në një teatr tjetër. Pavarësisht si është ai teatr, i mirë ose i keq. Unë besoj Tirana është në ato përmasa që mund ta bëjë një teatr të ri, mund ta bëjë në një vend tjetër. Se ti po më thumë që po e çoj bulevardin ke Bregu Lumit. Është një zonë e madhe, aty busë rrugës, aty ka gjëra të bukura, mund të bësh një teatr. Teatri nuk këtu se mos na keq kuptojnë njerëz, jo vetëm shfaqje teatrore, por edhe shfaqje muzikore. Shfaqje për fëmijë. Më kujtohet prapë mos bëjmë sot shpreha e madhe e një filozofi Karl Jaspers marksist. Unë nuk i dua marksistët, po e citoj. Që thotë njerëzit janë bijtë e historisë. Pra çdo gjë, çdo ndërtesë, dhe ndërtesa është një produkt i historisë. Është identitet. Është identitet. Pra, ti ç'bësh qytetit. Këtë histori ka Shqipëria. Po, mund të ketë teatrin e Milanës apo të Romës, po këtë që ka. Historikun e saj. Dhe unë këtu shikoj një individ të çrregullt, i cili sulmon dhe botën e artit
Dhe në sytë e mi nuk ka si tjetë me artin. Sepse ti heqë, dhe thotë shumë bukur Tiranës, një simbolik ajo që është. Kjo është simbolika jonë këta jemi. Natyrisht. Ti arrënosh, çështja e identitetit nuk është çështje materiale, është dhe çështje shpirtërore. Është shpirtëror. Do të thotë, mund të bësh një kolose shumë më të mirë se ai, por nuk bën dot atë që është. Pra identiteti i tij është aty ku ai është dhe siç është. Nuk flasim për materialitet më të mirë dhe teknologji më të re. Flasim për historikun dhe për vlerën dhe për emocionin dhe shpirtin e një ndërtese. Se dhe ndërtesat flasin. Pra, ndërtesat komunikojnë me njerëzit. Njerëzit kthehen në lagjet e tyre. Pse ka njerëzit një lloj nostalgjie për vendin e tyre? Për lagjet, për rrugicën, komunikojnë me gjithçka. Kështu që kjo është vrasja e identitetit. Pra i ke hequr komunikimin. Ke hequr komunikimin. Dhe të pretendosh që bën art, dhe duke prodhuar atë lloj banaliteti në përsheshet të Tiranës duke kërcyer, që nuk është art. Prapë nëse referohemi Nietzsches. I kthehem unë pyetjes prapë, se po ka përcej sot të është bisedë e lirë. Po. Njerëzit që kanë më përvojë me këtë podcast mund të thonë çfarë po bën Horizonti, po ne kështu ndihemi mirë duke bërë gjëra siç i duam ne. Ju si regjisor aktual dhe ish aktor. Pyetja ime, duhet ndalohen filmat e komunizmit? Kur themi duhet ndalohen, jo të zhduka, të flas të jenë, të ketë kanal enkas që të japi tërkohës filmat e komunizmit. Janë pjesë e historisë për këtë. Po. Se ne nuk mund ta zhbojmë. Nuk flasim ne folëm për Godinën dhe nuk mund ta zhbojmë atë. Patjetër. Edhe po kjo pjesa. Pyetja ime është këtu. Ka kanale sot të cilat japin tërkohës filmat e realizmit socialist. Po. Çfarë mendoni për këtë gjë? Si njeri i fushës. Por filmat e realizmit socialist, unë duke se bën dhe një bisedë pak më parë. Prandaj po ripozë. Po. Intereson më për të shumë. Shikueshmëria tashmë është shumë e ulët. Edhe ajo do vi vetë duke u larguar. Është tregu ai që e rregullon artin. Unë e di edhe përvojat të vendeve të tjera që dhe i kanë ndaluar. Unë besoj që Shqipëria nuk e ka atë luks. Mbasi polarizimi i madh i kësaj shoqërie, besoj ju e ndjeni edhe në fushat. Po. Krijon tension. Atëherë kërkohet një rrugë e mesme. Flas gjithmonë për Shqipërinë, nuk po flas në parim. E di pse ju pyeta jo se unë kam ndonjë vëmendje të rrallë. Unë jam me këtë mendim që është vetë tregu, vetë shoqëria që vetë rregullohet. Vetë rregullohet i djathtë. Është koncept tipik i djathtë i ekonomisë. Natyrisht. Tregu i lirë vetë rregullohet. Unë i qëndroj kësaj. Por nisemi si një vend si Gjermania. Një vend shumë i rëndësishëm, me mendimtar, me histori, që ka ndaluar shumë filma të Lenin Riefenstahl, e famshme në kohën e nazizmit, por janë ndaluar shumë pjesë. Janë ndaluar, për shembull, nëse do lejonin gjermanët të lexojë libri i Hitlerit, Mein Kampf, mund të ishte më i shituri, pa e kanë ndaluar. Pra edhe nuk e kanë lejuar dhe mund të ketë kopje, por e drejtë autorit, duket që është ndodhet në Bayer. Ata nuk e kanë dhënë akses që njerëzit kanë akses të ndjekin, ta lexojnë, edhe shumë filma nuk shfaqen. Pse? Pse ata ndalojnë, ne jemi më liberal se ata që pretendojmë që të vetë rregullohet. Pyetja ime. Unë nuk kam marrë pjesë në asnjë debat të tilla, por thjesht më ngacmoj dhe u pyet. Unë mendoj që nuk duhen hequr paralele. Ne nuk kemi vend Shqipëria, sidomos. Nuk është vend që mund të heqësh paralele. Unë ndjej këtë edhe në pjesën e politikës, edhe në pjesën e kështu, natyrisht edhe fenomen. Dhe paralelet këtu tek ne bën groteske më mbrapa. Kur heq paralele me vendet e zhvilluara. Do më thuash, edhe atje ka qenë një Gjermani lindore, që ka pasur prodhim të realizmit socialist. Se sido që tjetë në këtë, janë 5 pika janë ato që përbëjnë në realizmin socialist. Edhe është e injektuar në artin e asaj. Do me thënë, kur u bashkuan dy Gjermanit, natyrisht që edhe ato filluan të kuptojnë dhe hecin, edhe për shkak të qenit Gjerman, po e them Shqip. Tërsa, këtu tek ne, në qoftë se unë do të heq paralele, midis, qoftë edhe me Amerikën, qoftë edhe me, se mund të kemi edhe filmat e Hollywoodit që me një aktor bën namin vret gjithë ushtarët e Vietnam. Kjo është një propagandë e pasur. Por flasim për një periudhë X të caktuar ku komunizmi këtu tek ne
ka qenë kaq e ashpër sa që akoma unë sot e ndjej Po prandaj në mentalitet. Gjermanët e kanë ndaluar sepse nazizmi në Gjermani ka qenë po kaq i ashpër. Po. Por atyre u kaluan një kohë Ose të caktuar që e bën atë. le të themi këtë, ose unë ky është mendim jo imi, po edhe është një famshëm gjerman, Jorg Babarovski, studiues i mirë i Bashkimit Sovjetik, i cili thotë që propaganda e kuqe është shumë herë më e rrezikshme se naziste, pse ai, sepse propaganda sulmon në emër të mirës, në emër barazisë, vllazërisë. Kështu që pas ti, kjo është më e rrezikshme se naziste dhe kjo do ndaluar para e asaj nazizmit. Gjithsesi kjo është temë që Unë e kuptoj, por është një temë kaq e gjatë, sa që ka përse. do kemi mendime pro dhe kundër bashkë. Por neve sot po bëjmë një bisedë siç duam ne. Pra, siç po kemi qef ne. Se është temë që unë më vjen mirë që kam në se quaj studio në këtë tavolinë time të Vockën, që ne s'po gjejmë dot një më të madhe, për të diskutuar bashkë se to janë tema shumë interesante. E di se edhe e njoh mirë kineman atje, por edhe për këtë kam bërë studim domethënë, por unë besoj që duhet po ta fokusojmë gjithë bisedën ke kinemaja sikur pyetja ime tjetër është. Qeveria aktuale ose kryeministri aktual e ka dëmtuar më shumë artin apo ka zhvilluar? Unë nuk do të merrem me qeverinë, por politikat, Mirë, do me thënë asfiksuese, natyrisht që vinë nga drejtimi politik i qeverisë. Se një Se s'ka se si. Se ne këtu jemi post-vend post-komunist. S'ka se si. Vinë vetëm nga Rama, qeveria nuk ekziston. Pra Rama e ka demontuar, e ka shkatruar, po le ta themi të s'ka gjë, se ja partia janë veri, ata të tjerët nuk ekzistojnë. Ata janë kot. Që është lirë në fundin që është me lirë në fare. E kuptoj këtë pjesën tuaj të politikës. Po jo, është reale. Qartë, po e kuptoj pjesën tuaj. Por unë besoj që ka dhe hapësira edhe në ato vende bosh që fillojnë dhe vinë të tjerët, ku mund të krijojnë mikroklim. Zoti Pilo gjithmonë ka edhe. Por shumica është që ky e ka shkatruar. Por jo, desha të them që apo s'mund ta themi kështu. Jo, lënia jashtë vëmendjes e ka vetë shkatruar art. Por kjo është një metodë që përdoret. Unë nuk besoj që prishja e teatrit ishte lënia jashtë. Jo, por këtu kemi të bëjmë me godinën. Unë po flas për pjesën shpirtërore. Pjesën shpirtërore, edhe godina flet. Shpirtërore, edhe godina. Flas për krijimtarinë dhe dimensionin e lirisë që fola pak më parë, po. Që është shumë i rëndësishëm. Si u duket programi i Partisë Demokratike për artin? Unë mendoj që është një program emergjent i domosdoshëm. Të paktën kur dëgjova mbi dyfishimin e investimeve në Doktori nuk është artist, po është shërues. Pra, mund t'japi disa injekcione artit i shëruar. Mu më ka dhënë përshtypjen që është më tepër një studiues dhe ka lexuar gjithë jetën e tij dhe unë admiroj nga kjo pikpamje. Është i jashtëzakonshëm, jo thjesht në citimet që bën. Por është pak vështirë të hysh në debat për punën e letërsisë, të artit, të muzikës me Berishën. Të paktën me aq sa e njoh unë. Është nuk po i bëjmë elozhe, është vërtet. Kështu që duhet jem konkret në atë që them. Por unë kur thash për programin e Partisë Demokratike, më duk program emergjencë. Nuk është zgjidhje përfundimtare. Jo përfundimtare në kuptimin që ta lësh të lirë artin. Se tham që politika do ndërhyjë, se ka dhe interesat e veta, se është e lidhur ajo punë. Tjetër. Por ju përmenda pak më parë që isha në Emilia Romano Teatri. Po. Ke ky fondacioni dhe kam ndjek dhe i kam gjithë praktikat. Mund të ketë modele tjera që mund të aplikohen në Shqipëri. Në qoftë se supozojmë, me sa di unë Bashkia Elbasan për teatrin tu jep rreth me paga me projekte diku ke 350 milion lekë të vjetra. Besoj se kaq shkon. Dhe po ta marrim në gjithë Shqipërinë si territor, po bëj një paralele me Emilia Romanon. Ju them që edhe në fshatin më të humbur të zonës së Modenas, unë vajta pash shfaqje. Dhe kur pyeta i thash atëherë, ju lutem jepni praktikën se si funksionon. Dhe të gjitha këto paratë të bashkive, të cilat përdoren për humorin e kryetarit të bashkisë. Dhe ato kishin
teatrin konservant. Çka do të thotë? Pak më parë ju thash që sa do prodhoj një teatr që merr kaq para, por në fundit fundorja është publiku. Që të bëj një pyetje, mendoni ju që jo vetëm Bashkia e Elbasanit, por ka sot ndonjë kryetar bashkie që mund të ketë parë, ky është do di mendimin tuaj. Jo, është në gjithë Shqipërinë kjo. Jo, po flas për Shqipërinë, që mund të ketë parë për shembull ndonjë pjesë të Breshtit Arturo In apo Nuk e besoj. Jo, nuk e besoj. Ose besoni që Jo, ka sepse parë ma Shakespeare-i? kam pas kontakte edhe me kryetar të tjerë bashkisë. Kështu që kam ndejtë dhe kam jemi në bisedu. jemi në komedi, tragikomedi. Kështu që nëse i lehet Këtu më kalove që mos bëni autogol në përzgjedhjen që bëni ju politikan, partitë politike, se këtë do të vendoste. Të jeni të sigurt? Ja, ne kemi pasur zotin Turku, i cili nuk e di po disa pjesë teatrit do të ketë parë, për shembull. Unë rruj konsideratën më të lartë dhe bashkëpunim Tani bëjeni vetë krahasimin. ka qenë shtetar. Ja. Unë nuk kam punu me tjerë, nuk dhe kam- me imamin kam punu, por si artist i merreshin vetë sepse ishte ministër atë. Ja, pra se ne na thonë gjithmonë këta që alternativa. Pa bëjmë një kush ishim dhe kush jemi, këdo kemi nesër. E keni Shiko, pasur zotin Turku, jo se ka lidhje se mbas edhe ka lidhje, pse ta pres lidhjen unë që kam apo dën. Pra, ju Jo, morën por sot, mu nuk ka sepse nëse bashkia ose një kryetar bashkie është dhe çështje emocionale, për shembull njerëzit që e njohin art, njerëzit kanë një nivel kulturor, kanë një intelekt. Ju intereson që qyteti të konsumoj kulturë. Por bashkitë e Shqipërisë sot janë bërë që vinë horrat ose i quajnë të folës, ata të doptit për mua, dhe vinë marrin mison në bashkinë, marrin tendera, marrin gjëra. Dhe kjo është krizë e madhe. Gjithsesi, kjo është një bisedë kaq e bukur. Unë ju thash që nuk do t'ja le në humorin e kryetarëve pak më parë si shpreh. Dhe po ju them që në kohën e zotit Turku, unë kam pas buxhetin si teatr më vete, por i kontrolluar ka një audit për çdo shpenzim që bëj. Por e menaxhon dhe teatri atë. Ndërsa me ikjen time nga institucion, të gjitha u përqendruan në bashki. Pra, nëse unë do të shkoj ke drejtori i teatrit, që në fundit nuk e di pse ka ngel kjo fjala drejtor, menaxherin e teatrit. Po, ai që menaxhon. Ti çoj projektin se për një shfaqje, duhet ai ta marrë këtë projekt, ta çojë në bashki dhe po ma pranoj bashkia mirë. Pra që këtu humbëm shumë. Po, jam ju. Është pra, po këtë Turku nuk e kishte. Po sepse Turku ishte PD-ja pra. Se Turku po t'ishte tani më lë mua pak, tani kjo është pjesa ime. Unë do t'ja le ke pesha e tij, domethënë dhe ke formimi i tij, jo thjesht politik. Po ku e gjeti veten ky zotëri te PD-ja? Mirë, është tjetër gjë. Pra Është tjetër gjë. Nëse të kthehemi, sot tani unë këtë pjesë do ta mbroj, po e mbroj me forcë. Kjo është një bisedë kaq e bukur, dhe më besoni duhet ishte e gjatë, por sa të mbaroj kjo fushata, ne do ta bëjmë prapë një bisedë për qefin ton, ose edhe gjatë fushatës. Mund të kemi një njerëzit na ndjekin dhe unë mendoj që ndjekësit jashtë dhe ata që na duan dhe s'na duan, vota është diçka intime, është diçka emocionale. Pra ne do t'i ofrojmë njerëzve siç jemi. Dhe ne, unë kështu mendoj, bashkë me ju, besoj edhe me shumë të tjerë, që ky qytet që është me të vërtet një qytet i rëndësishëm i kulturës shqiptare, do rivi në vete, mbas të qytetit e gjithë Shqipëria, duke pasur si orientim kulturë. Nëse shikoni sot vendet e pasura të botës, janë dhe vendet të larta kulturore, janë dhe vendet të mendimtarëve, që ne të ringrihemi, duhet t'ju japim njerëzve konsumin e kulturës, dhe jo të makinave e drogës, do t'i japim konsumin në maksimum të mendjes, dhe këtë pretendojmë bëjmë si Partia Demokratike, edhe unë këtu në Elbasan si një drejtues i thjesht i qarkut, bashkë me kolegët. Unë ju falenderoj shumë dhe do doja, me që kemi lënë këtë që tradit, nuk e di, kjo është pak e shëmtuar që thonë, kush është mesazhi juaj. Po jepini dy fjalë, çfarë mendoni që do të ndodhi këtu në Elbasan apo në Shqipëri, me gjithë situatën, por veçanërisht me artin. Thoni dy fjalë dhe jepini artit dimensionin e lirisë, atë që ai e ka të shenjtë. Çdo shkelje në të do ta keni gjithmonë mbrapa dhe nuk do ta keni kurrë pjesë tuaj. faleminderit.